Të dashur qytetarë, mbledhni t'ju falenderoj për mikpritin që na kanë bërë anëkën Kosovës këto 10 ditë e fundit, duke filluar nga Ferizaj, Gjakova, Peja, Skanderaj, Vushtria, Drenasi, Lapi, Malisheva dhe anëkën Kosovës. Ishte një rast jashtëzakonshëm për të takuar miqtë e vjetër, bashkëpunëtorë, njerëz me të cilët kemi shënuar historinë e shërimit Kosovës dhe të shtetëletimit. Po ashtu kam të takuar edhe me shtëri, djem me vajza të reja. Në sytë e juaj, kam pa vullnetin, dëshirën për ta parë vendin më mirë. Kam pa dashurinë ndaj atdheut, kam pa përkushtimin dhe krenarinë ndaj vlerave të përbashkëta që i ndaj. Tani më jem në ditën e fundit para votimeve. Ju ftoj të gjithëve, burra, gra, vajza djem, ngritin e kam, ndihmoni Kosovën. Kosova ka nevojë për ju. Me 7 qershor është një rast i jashtëzakonshëm, mi shërby vendi tonë. Duke votuar numër 125 dhe Bedri Hamzën kryeministër, është një piknisje e jashtëzakonshme për ta drejtuar Kosovën në normalitet, për t'i ikur polarizime dhe për t'i dhënë drejtim. Edhe juve e kam pa në çdo tubim, po edhe mua, gjithë bashk, na ka marrë malli për projekte të mëdha dhe këto projekte mund t'i bëjmë bashkë nëse e kthejmë vullnetin, dashurinë dhe krenarinë për Kosovën.